Të dielën e sotme përkujtojmë një ngjarje historike, Sinodin e 4 ekumenik. Çdo diel që bën ndërmjet 13 dhe 19 korrikut, gjithmonë i përkushtohet këtij sinodi. Përse Kisha ka vendosur që t'i përkushtojë një të diel një sinodi ekumenik? Nga që ky ishte shumë i rëndësishëm. E kemi përmendur vazhdimisht që pjesa më e madhe e herezive lindte nga moskuptimi i Trinis, sepse shumë vështirë për njerëzit të kuptojnë thjesht me arsye njerëzore se si është një qenie hyjnore, dhe kjo qenie hyjnore janë 3 persona. E njëjta gjë ishte edhe për të kuptuar misterin e mishërimit të Krishtit, që është një person, e në këtë person janë 2 natyra, natyra hyjnore dhe natyra njerëzore. Një prift i rangut lartë në Konstantinopol me emrin Eftik kishte filluar të përhapte një doktrinë, që thonte mbas mishërimit, natyra njerëzore ishte shkrirë në natyrën hyjnore, ashtu siç një kub sheqeri shkrihet në një gotë me ujë. Në fillim, shumë njerëz ndoshta i besuan kësaj gjëje, po etrit e kishës të ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë e kuptonin këtë gjë, që nëse ndryshon doktrina, do ndryshojë dhe jeta shpirtërore. Nëse natyra njerëzore ishte shkrirë, atëherë nga çfarë na kishte shpëtuar Krishti? Prandaj dhe ata e mbrojtën me guxim të madh pikërisht këtë, që në personin e Krishtit ndodhen 2 natyra, hyjnoria dhe njerëzoria, të cilat janë të papërzjera, të pandryshuara, të pandara e të paveçuara. Këto ishin 4 përkufizimet që përcaktuan atë se kush është natyra e personit të Krishtit, natyra hyjnore e natyra njerëzore. Ndoshta sot njerëzve mund t'ju duket kjo që përse njerëzit flasin ka gjatë për çështje filozofike ose çështje që nuk janë shumë të rëndësishme. Në fakt është shumë të rëndësishme, sepse nëse natyra jonë njerëzore do ishte shkrirë në natyrën hyjnore, nuk mund shpëtonte gjithë njerëzimi. Zoti mori natyrën tonë, të cilën e ngriti përsëri, dhe natyra njerëzore pësoi në kryq. Krishti i ndjeu dhimbjet. Në Ungjil thotë shpeshherë pati uri, qau, e kjo ishte pjesa e natyrës njerëzore të Krishtit, që e prekur nga hyjnia e restauroi përsëri, duke i dhënë përsëri natyrën e saj të parë edhe të bukur. Nëse do prishet doktrina, duhet ta mbajmë gjithmonë ndërmendte. Do filloj të ndryshojë dhe jeta shpirtërore, e do ndryshojë dhe shpëtimi i njerëzve. Prandaj dhe Kisha në mençurinë e saj i ka mbrojtur me guxim. E në këtë sinod u mblodhën 630 etër shumë të dëgjuar të Kishës, të cilët në vitin 451 u mblodhën në Kalqedoni. Është një pjesë, sot ndoshta mund të jetë pjesë e Stambollit, e Konstantinopolis, Kadikoj quhet, por në atë kohë ishte një qytet i rëndësishëm dhe ishte një qytet i madh. Dhe meqense ishte pranë Konstantinopolis, perandori vendosi që të sinodit ishte atje. Prandaj dhe lufta që ka bërë Kisha gjatë gjithë historisë për të mbrojtur doktrinën është shumë e rëndësishme. Nëse nuk do të kemi një doktrinë të kulluar, nuk do kemi asnjë jetë krishtere të kulluar. Dhe ungjilli që është zgjedhur për sot është shumë i rëndësishëm. Zoti fillon me fjalët: ju jeni drita e botës. Ju drejtohet gjithë krishterëve, nxënësve të asaj kohe, po edhe të krishterëve në shekuj. Çfarë do thotë kjo që ne jemi drita e botës? Jemi realisht drita e botës? A ndriçojmë ne realisht? Sepse një kandil i fikur nuk mund ndriçojë. Nëse nuk e ndezim dritën e zemrën tonë, e të pastrojmë zemrën tonë, nuk mund të ndriçojmë dot edhe të tjerët. Dhe thirrja e sotme pikërisht është për këtë gjë, që çdo i krishterë ka një detyrë shumë të madhe për të qenë një dritë e për të ndriçuar, sepse vetmja dritë që mund ta ndriçojë botën është pikërisht drita e Krishtit. Në mishërimin e Zotit para lindjes, në Ungjil thonë këto fjalë për lindjen e Krishtit, që populli që rrinte në errësirë pa një dritë të madhe. Dhe sa herë që ne shikojmë popull që rrin në errësirë, që për fatin tonë të keq sot pothuajse në gjithë botën është paksuar drita e Krishtit, është një errësirë. E këtë errësirë shpirtërore mund ta ndriçojë vetëm kjo dritë. E kjo mund ndriçohet nëse ne do ndriçohemi. Prandaj dhe ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe për këtë gjë. Shënia Angojarti ju thonte një herë njerëzve që ishin kish. Sa njerëz mund të ishin kish? 200, ja maksimumi 300. Ju thonte këto fjalë: nëse ju të gjithë do jeni të krishterë, nuk do mbetet pagan në botë. Gjë që do thotë që
përgjegjësia që ka gjithë secili për ne, si për veten e tij, po edhe për hapur dritën e Krishtit është shumë e madhe. Dhe drita nuk përhapet vetëm me fjalë, dhe fjalët janë shumë të rëndësishme, po sidomos përhapet me mënyrën se si ne jetojmë. Nëse ne nuk i shoqërojmë fjalët tona me jetën tonë, drita nuk do ketë shumë efekt tek njerëzit e tjerë. Madje shpeshherë mund të ketë efektin e ndryshëm. Prandaj të gjithë ne jemi thirrur për këtë gjë, që të bëjmë një dritë e për të ndriçuar botën e sotme. Dhe gjithë njerëzit kanë nevojë për dritën e Krishtit. Shën Nikolai Orit ka një shkrim shumë të bukur për Krishtin. Kur thotë unë jam drita e botës. E thotë hiqi këtë dritë një njeriu e jeta e tij të kthehet në ferr. Hiqi këtë dritë një populli dhe ai popull do kthehet në një lukuni ujqish, të gjithë kundër të gjithëve. Hiq këtë dritë nga shkolla, dhe shkolla nuk do jetë më një vend ku më do mësohet, po do jetë thot një vend ku njerëzit ndoshta mund të marrosen. Hiqe këtë dritë nga një vend ku punohet dhe do kthehet në një vend sherrri. Lere pastaj thot po të heqësh këtë dritë në spitalin e për burgje, se sa errësirë e madhe do bëhet. Prandaj Krishti i drejtohet nxënësve dhe i thot ju jeni drita e botës. E kjo nuk është thjesht një lavdërim, është një përgjegjësi shumë e madhe. Gjithë secili nga ne ka detyrën për ta përhapur këtë dritë. Shën Pavli në një letër shkruan diçka shumë të rëndësishme. Thot, jeni bërë ju shkak, thot, që emri i Zotit është bërë emër blasfemie. Sepse sipas jetës tonë, njerëzit do gjykojnë dhe besimin tonë. Nëse ne do reflektojmë besimin e vërtet, e do transmetojmë dritën e Krishtit tek njerëzit e tjerë, padyshim që njerëzit do lavdërojnë atin qiellor. Në të kundërtën do jenë kundra, e do jenë kundra besimit. Prandaj që kisha sot na thret për këtë gjë, që ta ndriçojmë këtë gjë. Po si realizohet ndriçimi i zemrës së njeriu? Fillimisht realizohet me përulsinë. Kur njeriu fillon realisht kupton që brenda zemrës së tij ka shumë papastërtira, sepse nëse njeriu nuk e ndjen që ka pastërtira, si do e pastrojë atë gjë? Asnjëri që nuk e ndjen sëmundje nuk shkon ke spitali. Njeriu shkon në spital vetëm kur e ndjen që është i smur. Dhe përulësia do e bëj njeriu që të vi hiri i Perëndis. A nëse do vi hiri i Perëndis në zemrën tona, padyshim që të reflektohet nga jashtë. Po ai nuk mund të reflektohet nëse ne nga jashtë reflektojmë gjëra të tjera, inate, mërira, mlefe, shpifje, thashëtheme, dhe gjithë të gjëra e ndyn zemrën e njeriu. Dhe nga zemra e njeriu dalin të gjithë pasionet e ndryshme, vjedhjet, imoraliteti, gënjeshtrat e gjithçka tjetër. Prandaj është e rëndësishme për gjithë secilin nga ne që të pastrojë zemrën e tij, sepse vetëm një zemër e kulluar mund të transmetojë këtë dritë. E duke transmetuar këtë dritë, do ndryshojë dhe njerëzit që janë rrotull. Thënjet e famshme nga etër të ndryshëm që thonë ndriço veten tënde, do ndriçosh mira njerëz, gjej paqe brenda vetes tënde, do paqësosh mira njerëz, nuk janë retorik, por është një realitet, sepse ishin pikërisht njerëzit e shenjtë që përhapën krishtërimin në një botë ku e mbretëronte errësira dhe përhapën dritën e Krishtit. Është detyra e kishës sot, e të gjithë krishterëve që ta bëjmë ndezur këtë dritë, sepse pa këtë dritë bota do bëhet akoma më e keqe. Dhe vetëm nëpërmjet kësaj drite bota mund ndryshojë. Ne nuk mund ndryshojmë asgjë nëse nuk do ndryshojmë dot njerëzit. Duke ndryshuar njerëzit, ne mund ndryshojmë gjithë botën. E Krishti pikërisht në këtë na mëson, që të jemi drita e tij, e ndriçojmë kudo për të hapur këtë dritë që jep jetë, e jep gëzim dhe jep paqe në jetën e njeriu. Amin.